Një aksident i rënd ka ndodhur në aksin rrugor Gjirokastër Kakavi, si pasojë të cilit kanë humbur jetën 3 persona dhe 10 të tjerë kanë mbetur të plagosur. Aksidenti ka ndodhur në vendin e quajtur Vanistër, ku 3 automjete janë përplasur me njëra tjetrën. Si pasojë e aksidentit kanë gjetur vdekjen e menjëhershme mjeku i Spitalit të Gjirokastrës, Tahir Bitri, 73 vjeç, dhe 70 vjeçaria Sose Nikolla. Një tjetër i aksidentuar, Shpëtim Çela, humbi jetën pasi u transportua në reanimacionin e Spitalit të Gjirokastrës, pasi nuk mundi të shpëtojë plagëve të marra pavarësisht ndryrjes së mjekëve. Në aksident janë përfshirë 13 persona, 3 prej cilëve janë dërguar në Spitalin Ushtarak në gjendje të rëndë për jetën, ndërsa 7 të tjerë, mes tyre edhe një 5 vjeçare, ndodhen në Spitalin Rajonal Omer Nishani jashtë rrezikut për jetën. 3 të plagosur, Klodian Shahipi, 32 vjeç, Lediona Zeno, 28 vjeçe dhe Angela Dedaj, 20 vjeçe, janë transportuar në Spitalin Ushtarak. Ndërkohë 3 automjetet e përfshira në aksident janë një furgon pasagjerësh që drejtohej nga shtetasi Xhevair Likaj, një mjet tip Ford i drejtuar nga shtetësja Entela Bitri dhe mjeti tip Renault i drejtuar nga Leftera Liko, të cilët janë përplasur me njëri tjetrin. Të 3 këta persona ndodhen mes të plagosurve në Spitalin Rajonal të Gjirokastrës. Mendohet se shkaki i aksidentit është bërë hyrja e gabuar në rrugë e mjetit që po dilte nga rruga dytësore e fshatit Vanistër, si dhe shpejtësia tej normave e furgonit me pasagjer. Aksidenti i regjistruar në këtë aks është më i rëndi i ndodhur të paktën gjatë 10 viteve të fundit.